Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vijojnë sulmi Tiranë-Izrael. Tirani lëshoi raketa balistike gjatë natës në të paktën 4 zona të Izraelit. Një valë tjetër sulmesh me 20 raketa kryen në mëngjes, disa prej të cilave goditën drejt për drejt ndërtesat në Tel Aviv, Holon dhe Ramat Gan. Autoritetet raportuan për të paktën 60 persona të plagosur, 3 prej të cilëve rënd. Ndërkohë që forcat izraelite njoftuan se kishin sulmuar reaktorin bërthamor të Iranit në Arak, raportoi televizioni shtetëror iranian, duke thënë se nuk kishte asnjë rrezik rrjedhje rrezatimi në asnjë çast. Centrali ishte evakuuar përpara sulmit pas njoftimit në rrjetet sociale nga IDF dhe thirrjes ndaj popullsisë që të largohej nga zona. Nga raketat balistike të lëshuara nga Irani u goditi një spital në qytetin jugor të Izraelit në Beersheva. Zëdhënësja e qendrës mjekësore Soroka deklaroi se po vlerësojnë shkallën e dëmeve dhe numrin e të plagosurve, ndërkohë pas goditjes nga raketa spitali u evakua pasi dyshoi për një rrjedhje substancash të rrezikshme në katin e sipërm të ndërtesës. Edhe policia e filloi evakuimin dhe largimin e njerëzve nga zona. Kryeministri izraelit deklaroi se Irani do të paguajë një çmim të lartë për sulmin me raketa ndaj spitalit Soroka. Tiran terrorist iranian kanë lëshuar raketa në spitalin Soroka, ata do të paguajnë një çmim të lartë, shkroi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në rrjetet sociale. Ndërsa ministri izraelit i shëndetësisë, Uriel Buso, e denoncoi sulmin e drejt për drejtë të Iranit ndaj spitalit Soroka në Beersheva si kalim të një vije të kuqe dhe krim lufte. Një krim lufte kryer qëllimisht nga regjimi iranian kundër civilëve të pafajshëm dhe personelit mjekësor të angazhuar në shpëtimin e jetëve njerëzore, tha ministri izraelit i shëndetësisë. Presidenti amerikan Donald Trump u tha ndjesëve të tij të lartë se ka miratuar planet e sulmit ndaj Iranit, por po priste për të parë nëse Teherani do të braktiste programin e tij bërthamor, raporton Wall Street Journal. Trump thuhet se po shqyrton një sulm amerikan ndaj Fordos, një objekt nën toksor i pasurimit të uraniumit në Iran. Udhëheci suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, hodhi poshtë të mërkurën kërkesën e Trump për dorëzim pa kushte, ndërsa presidenti amerikan tha se durimi i tij kishte sosur. I pyetur nëse kishte vendosur nëse do të sulmonte objektet bërthamore të Iranit, Trump tha, mund ta bëj, mund të mos ta bëj. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. Ushtria amerikane ka grumbulluar forca në lindjen e mesme ditët e fundit. Një shkatrues i tretë i marinës amerikane hyri në detin mes Lindor dhe një grup i dytë sulmuesi transportuesve amerikan po shkon drejt detit arabik. Ndërsa Pentagoni tha se grumbullimi ushtarak është thjesht mbrojtës, ai e pozicionon më mirë SBA-n nëse Trump vendos të bashkojë sulmeve izraelite ndaj Iranit. Megjithatë, mund të jetë gjithashtu një taktik për të shtruar presion mbi Iranin që të kapitullojë ose të bëjë lëshime. Rusia mohon që Irani të ketë kërkuar ndihmë ushtarake. Deklarata vjen nga presidenti rus Vladimir Putin, cituar nga RIA Novosti në një takim në Shën Petersburg me disa nga agjencitë kryesore ndërkombëtare. Ndërkohë që për mundësinë e vrasjes së liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, Putin deklaroi se as nuk mund të diskutojë mundësinë e vrasjes së tij nga Izraeli. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.